Po thuhet që zoti Kurti nuk i ka numrat për qeverinë as me nismën që sipas gjasave mund ta mbështesë. Nëse është vërtet kështu, si do të procedohet më tej duke u përmbajtur afateve që parashikon kushtetuta? Po, e një problem në këtë çështje, pra asaj përket vendit gjithësisht legjislaturës së nëntë në këtë rast, dhe zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, nënkryetarëve të tjerë që parashihen me kushtetutë, sepse një vendim i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 ka para në ndikim politik, kuptohet nga jashtë që kryetari i kuvendit të rezervohet, pra i takon ekskluzivisht dhe vazhdimisht, pra pa kufi dhe pa mundësi fuqimit për të kaluar rotacionit, pra për të kaluar në dorën e fuqie tjetër politike, nëse e para nuk mund ta bëj këtë, pra zgjedhja e kryetarit është rezervuar për partinë e parë politike dhe nuk është caktuar ndonjë afat i arsyeshëm, është caktuar për shembull në një rast tjetër në një vendim gjykatës kushtetuese mandatarin e qeverisë që afati duhet të jetë i arsyeshëm dhe jo i arsyeshëm. Këtu nuk është thënë asnjë shpjegim dhe është dhënë hapur që eventualisht partia të ka vështirësi në formimin e institucioneve të qeverisë, ato zgjedhjen e kryetarit të parlamentit mund ta shtyjë në atë greken. Në qoftë se kryetari i parlamentit do të sugjerohet dhe do të propozohet nga partia 2 siç thatë ju, edhe qeveria më pas do të zgjidhet nga kjo parti, do ta ketë opozita në dorë topin? Po, sipas kushtetutës, po kjo parti gjithsesi ky koalicion partish e ka të drejtën që të fitoj mandat, ta kërkoj dhe ta fitoj mandatin për mandatarin e qeverisë së re nga presidentja e vendit, pasi ta mandatoj nëse ajo konsultohet me subjektet politike dhe është e bindur që kjo parti, respektivisht ky koalicion, mund ta themelojë qeverinë, atëherë ajo e mandaton atë dhe mandatari është i obliguar që na pat për 15 ditësh ta bindë presidentën dhe ta shtojë çështjen në kuvend. Kuvendi pastaj në shumicë votash, nëse i ka 61 plus, do të thotë vota nga 120 deputet ose votues potencial, mund ta themelojë qeverinë. Nëse ky nuk mundet, atëherë kushtetuta thotë që një tjetër parti politike dhe një vendim, përsëri këtu kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që në një mënyrë në një tjetër siguron kushtetutarinë e kushtetues, dhe i komplikat gjërat, mundet një parti e dytë e treta apo X parti nëse ka numrat, 21 deputet, mund ta themelojë ajo, mund ta themelojë para qeverinë, dhe nëse kjo nuk është e mundur, edhe herën e dytë atëherë presidentja e vendit është detyruar të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të parakohshme. Zoti Baraliu, shkurtimisht, në këndvështrimin tuaj, në syrin tuaj si një njohës i mirë i kushtetutës, në çfarë rrugë është drejtuar Kosova? Çfarë pritet të ndodhë? Sipas këndvështrimit tuaj, në çfarë rrugë është drejtuar Kosova? Çfarë pritet të ndodhë? Sipas këndvështrimit tuaj, skenari më i mundshëm. Rezultatit e kanë qartë, pyetën faleminderit. Bazuar në rezultatet të zgjedhjeve, votuesi kosovar, pra kësaj radhe nuk ka pasur bindje të mjaftuar që përsëritja jap 50+ % partisë fituese në zgjedhjet e 2021, pa në 2021 mirë thash, por kësaj radhe në një orë tjetër e ka shpërnda votën nëpërmes politikë dhe në këtë mënyrë kemi një pozicion kanë shumicën, kanë lehtë, ka krijojnë shumicën, prandaj do të kenë vështirësi nëse në rast parë partia fituese me koalicionin e saj pretendon ta bëj, si duket edhe shifet që ka vështirësi, ndërkohë që edhe opozita pastaj nëse i shohet radha, edhe ajo do të ketë vështirësi për të bënë qeverisë. Ajo qeverisë çfarëdo që të jetë do të jetë mjaft fragjile dhe përkohshme sepse nuk është stabile dhe nuk mund të jetë e qëndrueshme. E qartë. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe ndat opinionin tuaj. Faleminderit juve.